Test, 1, 2, 3. Të nderuar qytetar të Republikës Kosovës, të nderuar kryetar komunash, të nderuar kandidat bashkëpunëtor e meq, zonja e zotërinj, jemi mbledhur sonte të këtu për të nisur rrugtimin final të fatit tonë zgjedhor, atë më të rëndësishmen, atë rrugtim që vendos drejtimin e Republikës Kosovës për vitet e ardhshme, pas një viti të plotë të humbur në pasiguri, konflikt e gjitha zymësi, dhe pas 4 viteve tjera të humbura në mbyllje polarizim shkaqshëm shoqëror e nacional. Po mblidhemi në një kohë kur institucionet e vendit kanë mbetur pa funksion, kur legitimiteti demokratik ka humbur secilin kuptim në Kosovë, kur kushtetuta e Kosovës është shkelur me qëllim e në vazhdimsi, kur demokracia është lënduar si vlerë e si besim, e mbi gjitha kur qytetari i Kosovës është lodhur fort, është harruar e është lënë i pashpresë në vendin që vazhdon të jetë fatkeqësisht i fundit në Evropë. Dhe në këtë kohë, në këtë rrethon, duhet ta kuptojmë peshën e veprimeve tona dhe faktin e vërtetë që na qëndron përpara, se deshëm ose nuk deshëm ne, Kosova thërret sërish. Thërret për maturi, thërret për zhvillim, prandaj Kosovës, Republikës tonë, ne lidhja demokratike e Kosovës duhet t'i përgjigjemi edhe një herë sërish. Prandaj, ja ku jemi edhe një herë, ja ku pënisim edhe një herë, rrugtimin tonë politik për nxitur shpresë mes njerëzve tonë, për të rikthyer normalitetin e qetësi në vend, maturin dhe stabilitetin që mungon vendit tonë tash e sako, për të rikthyer normalitetin e institucionit, përgjegjësisë e pushtetit, dinitetit të vetë shtetit. Sepse sot Kosovën e gjejmë në një moment shumë të rëndë. Gjitha ëndrat që i kemi pasur dikur për një shtet funksional, për një qeveri demokratike të popullit Kosovës, për një kushtetutë që e respektojmë e nderojmë, gjitha ëndrat e mohuara për shekuj, i pam teksa shkeleshin, hidheshin, përdhoseshin nga ata që nuk e kuptojnë dot rolin e vetë shtetit dhe të Republikës, të lirisë, të ëndrës perëndimore që ne kemi si popull i Kosovës. Prej më shumë se një viti, vendi është pa institucione legjitime. Prej më shumë se një viti, vendi është me një qeveri që ka humbur shumicën, besimin dhe besa edhe drejtimin. E vërteta është e thjeshtë dhe e rëndë njëkohësisht, Kosova sot nuk është vetëm në një krizë politike, ajo është në një krizë të thellë morale, në krizë besimi. Besimi i njeriu të shtetit është thyer në momenti kur shteti nuk i zgjedh institucionet e veta për një vetë të tërë. Besimi te drejtësia lëndohet në momentin që politikanët janë shumë më të fuqishëm se gjykatësit e prokurorët në Kosovë, kur ligjet nuk vlejnë barabartësisht për të gjithë, kur hajnia mbrohet publikisht e kur kushtetuta Kosovës, dokumenti më i lartë i Republikës, shkelet qëllimisht e vazhdimisht. Besimi te ardhmja është zbehur në momentin kur Kosova jonë vazhdon të ecë nën masa e sanksione, e vetme, pa aleat, e mbyllur në depresionin më të madh politik që nga shpallja e pavarësisë. Kjo thjesht nuk është Kosova që e kemi undruar ne gjithherë, dhe në këtë Kosovë, qytetari ynë, njeriu i Kosovës, ka mbetur veç vetë. Qytetari ynë sot nuk kërkon as privilegje, nuk kërkon as favore, kërkon vetëm një shtet normal, një shtet që funksionon, një qeveri që punon, një politik që e mban fjalën dhe një ekip që ua bën të ardhme. Ky ekip që ndron pas meje këtu sot, brenda listës 1, 2, 3 të lidhjes demokratike. Këtë
kërkesë minimale, këtë bazë qeverisjes moderne, pushteti aktual ja ka mohuar vendit tash e 5 vite dhe për këtë sot kërkohet përgjigje, kërkohet kthes, kërkohet përgjegjësi, kërkohet shpresë. Dhe shpresë do të ketë, ky është qëllimi ynë sot. Kosova jo nuk e meriton këtë realitet, nuk meriton të udhëhiqet nga improvizimi, nga aventurat e thella politike, nga inatet e momentit ato partijake të atyre që shpallin tradhtar e patriot teksa qeshen e përqeshen me fatin e qytetarëve të vendit. Të tillët kanë kohë mjaft, apetit për përplasje e përçarje edhe më shumë, patën kohë mjaft, i pat e i pam, nuk ndalen, nuk ndryshojnë, tani duhet t'i ndalim ne LDK me çdo çmim në këtë kohë. Sepse teksa përçarësit e Kosovës sillen rreth rahatisë së tyre politike, të pushtetit, të privilegjit, ata vazhdojnë të jenë bindur se gjithçka me popullin e Kosovës është në rregull. Se në Kosovën e fundit në Evropë, gjithçka megjithatë funksionon. Në betejat e tyre imagjinare, ne kemi mbetur e kemi ngecur gjithë. Në betejat e tyre imagjinare, po e humbim kohën ne të gjithë. Në betejat e tyre imagjinare, shteti po grryhet nga brenda secilën ditë. Kjo tokë ka kaluar luftë, ka kaluar sakrifica, ka kaluar betejën më të madhe historike, atë të Ibrahim Rugovës për liri, pavarësi e për demokraci. Dhe kjo tokë nuk është ngritur pas gjithë dhimbjes për përjetuar një dështim shtetar brenda kufijve të vet nga njerëzit e vet. Kosova nuk ka rezistuar për këtë. Kosova nuk ka luftuar për këtë. Qytetarët tanë nuk kanë sakrifikuar për këtë. Prandaj sot, më shumë se kurdoherë, kërkohet zgjim, kërkohet thellësi, kërkohet drejtimëri, kërkohet shpresë. Prandaj sonte në këtë moment të një përgjegjësie të madhe, lind pyetja e vetme që ka rëndësi për ne dhe të tjerët me 28 dhjetor të këtij viti, fatin e këtij vendi që duhet caktohet, pse ne, pse lidhja demokratike e Kosovës, pse ky ekip i yni dhe pse vizioni ynë është zgjidhja për vendin. Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Sepse LDK-ja nuk vjen as për hakmarrje, nuk vjen as me mlef, as me improvizim, nuk vjen as me kringjin e këngëve me pushk, e as penjve që duhet shu. E themi se penjët kemi me okput, këngët i mbajnë për atë dheje për dashni, e vetën, LDK-n e kemi për shtet, për republik, liri, pavarësi, demokraci. Penjët kemi me okput, sepse Kosova na thërret sot gjithve këtu. Ne vim me përvojë, vim me dije, vim me maturi e me institucione, me vizion të qartë e të guximshëm. Vim me një tradit që nuk e ka përdorur e përdorosur kur shtetin, me një histori që nuk e ka ndarë kur popullin e Kosovës, me një rrugë politike, që gjithmonë e ka mbrojtur interesin kombëtar mbi interesin partijak të vetë lidhjes demokratike të Kosovës. LDK-ja ka qenë forca e normalitetit në kohë të krizave, forca e qetësisë në kohë të përplasjeve, forca e republikës kur të tjerët luanin me shtetin. Dhe pikërisht kjo vlerë është ajo që Kosova kërkon sot, normalitet, qetësi, përgjegjësi, mbi të gjitha zhvillim. Dhe pikërisht për këtë e kërkojnë sot LDK-n të gjithë. Sepse LDK-ja nuk është vetëm forcë politike që e njeh mekanizmin e shtetit dhe e ka dëshmuar se mund të dhesh me të, ne e kemi ndërtuar shtetin kur Kosova nuk kishte asgjë
përveç një gjëje të shenjtë, vullnetit të vetë, gjën më të fuqishme që një popull mund ta ketë. Ne e kemi dërguar, e kemi udhëhequr shtetin, vendin drejt pavarësisë, kur askush s'besonte se ishte e mundur, as si ëndër e as si projekt. Ne i kemi sjell njohjet për realitetin e ri shtetar të Republikës Kosovës, kur bonda ishte ende skeptike. Ne kemi ndërtuar komuna moderne, administratë funksionale, projekte zhvillimore dhe kemi krijuar përvojën e qeverisës së mirë në çdo qytet Kosovës ku udhëheqim, e kemi udhëhequr me plot bindje e dinjitet. Sepse ekipi ynë është ndryshe. Ata nuk janë militant, nuk janë propagandist, nuk janë njerëz të eksperimentit, janë profesionist, ekspert, njerëz të fushës së tyre. Dhe me vete e prapa vetës sot tu kam ekonomist, jurist, mjek, inxhinier, akademik, ushtarak, punëtor të ndershëm të institucioneve të Kosovës, patriot. Patriot të vërtet, cilët e kuptojnë shtetin jo si një autoshkollë politike ku duhet mësuar, por si përgjithësi kombëtare. Janë njerëz që e shohin Kosovën jo si skenë për përçmim, por si vend për të ngritur. Ekipi ynë nuk vjen të pastrojë të shkuarën, e shkuara e Kosovës është e lavdishme, LDK-ja është krenar për të, ekipi ynë vjen për ta bërë të ardhmen. Vjen si ekip që nuk vjen të përçoj popullin, vjen si ekip që do të bashkoj popullin. Ekipi ynë nuk vjen të flasë për fajet e të tjerëve, vjen të punoj për të mirën e secilit dhe një të ardhme të bukur që na qëndron përpara e na thërret me ngulm. Kosova duhet të ezë drejt asaj të ardhme që po na pret, duke u shliruar nga tashmja ngufatse që na mban tek e shkuara përçarse. Sepse vizioni ynë është i qartë, është perëndimor dhe është i pathyeshëm e i pakthyeshëm. Ne besojmë te Kosova e hapur, jo te Kosova e mbyllur, te Kosova me aleat, jo te një Kosovë në përballje të vazhdueshme me ta. Ne besojmë te Kosova që merr pjesë në botë, jo që fshihet prej saj. Ne besojmë te drejtësia që funksionon, te ekonomia që zhvillohet, te punësimi që krijohet vazhdimisht, te arsimi që edukon breza të ri, tek mjekësia që shëron, tek siguria kombëtare që garanton, tek diplomacia që na bën të respektohemi. Dhe visioni ynë nuk është i ri, është i drejtë, por s'është i ri. Është vizion euroatlantik, vizion i Ibrahim Rrugovës, atit themeltar të Republikës Kosovës. Është vizion i Kosovës moderne, që duam t'u lëmë fëmijëve tonë sot, nesër e përgjithmonë. Dhe ky vizion sot është më nevojshëm se kurrë. Prandaj sot LDK është zgjidhja, sepse vetëm LDK mund ta rikthejë besimin në institucione, sepse vetëm LDK mund ta nxjerrë vendin nga kriza dhe të rikthejë në rrugën e partneritetit me botën demokratike, sepse vetëm LDK mund t'i kthejë vendit stabilitetin institucional, qetësinë politike dhe dinjitetin shtetëror. Sepse vetëm një forcë nuk ka arritur asnjëherë të lëviz nga boshti i saj identitar, vetëm një forcë nuk ka tradhuar kurrë interesin e Kosovës, vetëm një forcë e tillë mund ta drejtojë Kosovën drejt një kohe të paqartë. Dhe në këtë moment, më shumë se asnjëherë më parë, ne kemi përgjegjësi ndaj njerëzve të Kosovës, përgjegjësi ndaj familjeve të Kosovës, përgjegjësi ndaj njerëzve të këtij shteti. Prandaj ju flas sonte secilit prej tyre, ju flas mësuesve, mjekëve, punëtorëve, policëve, ushtarëve, ndërmarrësve, familjeve, pensionistëve e u flas të rinjve. Ta shikojnë LDK-n,
ta shikojnë ekipin ton, ta shikojnë programin që kemi, mbi gjitha sikur se ju, gjën më të fortë që kemi, vullnetin e djathtë të lidhjes demokratike të Kosovës. U drejtohem qytetarëve të Kosovës me thirrjen që të na japin mundësinë të bëjmë përpjekjet tona dritë në rrugtimin tuaj të përditshëm. Të na japin mundësinë, çlirojmë vendin ton nga populizmi, nga thatësia logjike, nga propaganda e urrejtja zymt, të na japin mundësinë që të mos ofrojmë këngë për kapje pushke, por të kapim punën e ndreqim vendin më të fundit që vazhdon të jetë në Evropën kontinent. Dhe për pushk i kemi generalët e ushtarët mjaft më shumë se të tjerët, është koha e punës, është koha e të ardhmës, është koha e ndërtimit të Republikës të Kosovës. Sepse jemi njerëz të lirë, të një vendi të lirë, që vazhdon të qëndroj si i fundit në ekonomi, i fundit në arsim, i fundit në shëndetësi. Nuk ja kemi borxh askujt gjendjen e tanishme të Kosovës. Nuk na fal askush nesër gabimet e sotme si popull. Nuk guxojmë të qëndrojmë tutje në këtë zymbësi, prandaj ju ftoj të ngrihemi e ringrihemi si një, ju, ne, Kosova, të gjithë. Sepse askush në këtë garë, as edhe për së ardhmi, nuk ka ekip më të mirë, nuk ka program më të qartë, nuk ka vullnet më të hekur për shërbyer siç e meritoni si popull me plotëri se sa lidhja demokratike e Kosovës. Sepse ndjejmë dhe kemi përgjegjësi. Përgjegjësi ndaj çdo prindi që do të vazhdojë për ta bërë të lehtë të nesër fëmijëve të tyre, ndaj çdo të riu që kërkon mundësi, ndaj çdo të moshuari që meriton dignitet, ndaj çdo familje që pret nga shteti, jo favore, privilegje, por kujdes dhe mbështetje. Për këtë arsye, ne, Lidhja Demokratike e Kosovës, kemi propozuar Ministrinë e Familjes, jo si një zyrë tjetër burokratike në listën e institucioneve të Kosovës, as si një emër të ri në një qeveri që rren e spunon, por si shenjën më të qartë të orientimit ton human e njerëzor, social e shtetëror, si simbol të vlerave që na kanë bajtur gjallë si popull në përshekuj, si garanci se familja kosovare është themeli i shoqërisë sonë dhe do të jetë në qendër të politikave tona qeverise. Ministria e Familjes dhe Mirëqenies është premtimi ynë i madh për të vendosur njeriu në qendër të shtetit, për të mbështetur familjet e reja që duan të ndërtojnë jetën e tyre këtu në Kosovë, për të ndihmuar nënat dhe prindërit, për të mbrojtur fëmijët e Kosovës, për të krijuar siguri ekonomike dhe sociale që e mban njeriu në atë dhe që i jep shpresë dhe që i jep dinjitet. Dhe ne nuk kemi detyrim tjetër përveç se të sigurojmë një kontratë mes qytetarit dhe vetë shteti, ku shteti i rre në krah qytetarit nga dita e parë e lindjes, pra nga vetë lindja, deri tek vendi i parë i punës pas shkollimit e studimit, pra vetë pjekja. Dhe ky është vizioni ynë, cikli i shpresës, cikli i jetës, nga dita e parë e lindjes deri tek dita e parë e punës, shteti do të qëndrojë me njeriu e vet, njeriu e Kosovës. Prandaj, kemi parapar që shtetin t'u ofrojmë të posalindurve që nga dita e parë që hapin syt, për çdo fëmijë të posalindur, nënat kosovare, nënat e tona do të marrin plot 2.400 euro për një vit, apo nga 200 euro për secilin muaj për vitin e parë. Ky është zotimi ynë. Sepse nuk mund të kemi zhvillim pa familje të forta,
nuk mund të kemi shtet pa njerëz që besojnë të shteti, nuk mund të kemi të ardhme pa fëmijë që rriten në siguri, në cilësi e në mundësi. Prandaj kemi parapar mbështetje për çiftet e reja, me mbulim të interesit të plot për banim të parë. Kemi parapar për kujdeset plot financiare, falas për çdo të posalindur në Kosovë dhe familjet ku ata gjejnë jetë. Kemi parapar dhe mbështetje financiare për çdo fëmijë në Kosovë nga mosha 2 deri në mosha 16 vjeçare, nga 40 deri në 50 euro secilin muaj për secilin fëmijë në Republikën e Kosovës. Me fëmijë do qëndrojmë çdo hap të edukimit, nga çerdhet e reja 80 sosh që do t'i ndërtojmë tek mësimi tër ditor. Plot 1 miliard euro do ndohen që çdo fëmijë në Kosovë të ketë çerdhe, të ketë mësim tër ditor, se çdo fëmijë tjetër gjithandej në Evropë, asgjë mangu se fëmijët evropian, as fëmijët e Kosovës këtu në Kosovë. Fëmijët do të jenë në shkolla tër ditën, të sigurt, të kujdesur, të ushqyer, e të mësuar, e të përgatitur për të nesërmen. Ata nuk do të qëndrojnë më rrugëve, nuk do të rritën të paorientuar, nuk do të jenë pa mbështetje nga shteti. Ata do të kenë më shumë orë mësimore, do të kenë më shumë aktivitete sportive, do të kenë më shumë kreativitet, do të kenë më shumë dije, sepse Kosova e së ardhmës fillon pikërisht me ta, me fëmijët tonë. Mësimi tidor i nisur e realizuar në Prishtinë do të shndrohet në model nacional gjithandej Kosovës. Aq i mirë është ky mësim, sa që sot secila komunë e secila parti zotohet se do ta bëjë siç e ka bërë LDK-ja në Prishtinë. Ne edhe e kemi bërë, ne edhe do ta bëjmë gjithandej nëpër Kosovë. Aq sa kemi përgjegjësi për familjet e Kosovës, për nënat, për prindrit, për fëmijët tonë, ne kemi përgjegjësi edhe për punëtorët e shtetit, për ata njerëz të përkushtuar që mbajnë funksionimin e përditshëm të Republikës, pavarësisht krizës politike, pavarësisht bllokadave, pavarësisht mungesës së mbështetjes. Janë mësuesit tonë që edukojnë fëmijë, mjekët e infermierët që mbajnë gjallë shëndetësinë, policët e zjarfiksit që garantojnë sigurinë, ushtarët që mbrojnë vendin dhe administrata që mban shtetin në këmbë kur politika dështon. Për vite të tëra, ata kanë punuar në presion të madh, në ngarkesë të tepërt dhe shpesh kohëve të fundit të sulmuar politikisht, të nënvlerësuar e të lënë pasdore, dhe kjo gjendje s'mund vazhdojë më. Prandaj ne kemi marrë zotimin e qartë, të prerë dhe të përgjithshëm të rrisim pagat e punëtorëve të administratës së shtetit me koeficientin 150. Koeficienti 150 për 80.000 të punësuar në shtet do të thotë zhvillim e mundësi për përballim të çmimeve të larta të rritura në vazhdimsi për 5 vjet për 80.000 familje kosovare mend. Prandaj sonte u drejtohem mësuesve të Kosovës me zotimin e plot se nën qeverisjen tonë paga e mësuesit Kosovë do të jetë plot 1.000 euro në muaj. Ky është niveli i ri i projektimit të mësuesit kosovar, nga një simbol qëndrese në vitet e 90-ta në simbol force zhvillimore për Republikën sot. 1.000 euro pak për mësuesin e vendos këtë kategori fisnike shumë përpara vendeve tjera në rajon. Sonte u drejtohem dhe policëve të Kosovës, zjarfikësve të Kosovës, ushtarëve të Kosovës, me zotimin e plot se paga bazë për ta nën qeverisjen tonë do të jetë 900 euro në muaj. Administrata e shtetit, policët, zjarfikësit, ushtarët nuk mund të jenë të dobët kur Kosova ka nevojë të jetë fortë. Nuk mund të jetë e papaguar drejt një kohe kur kërkojmë cilësi, shpejtësi e profesionalizëm. Nuk mund të jetë e demotivuar në një vend që kërkon zhvillim,
Prandaj, ne do të nderojmë administratën, ne do të mbështesim administratën, ne do të arrisim pagat, sepse ata e rrisin Kosovën çdo ditë. Trit e Kosovës, pasuria më e madhe jona, ata që janë energjia e këtij vendi, drita e së ardhmës sonë, forca që mund ta çojë Kosovën shumë larg e shumë përpara se kufit që i vendos sot politika e ditës, ne kemi përgjegjësi për juve, të drejt për drejt, t'ju ndërtojmë juve një të ardhme këtu, në vendin tuaj, në Kosovën tuaj. Dhe ne nuk mund vazhdojmë me një shtet që ju ofron juve lëmosh nga 100 euro para afateve ditëve zgjedhore për të thirrur e blerë ëndrat e tuaja që i keni. Ju nuk keni nevojë për dhurata 100 euroshe, ju keni nevojë për më shumë. Të rinjtë tonë duan dije, duan trajnim, duan një shtet që i shes investim, jo vetëm si statistika elektorale. Duam një Kosovë ku ja vlen të jetosh. Prandaj, çdo të ri të moshës mbi 16 vjeçare do të trajnojmë në sektorin e teknologjisë informative, sektorin e së ardhmës, nëpërmjet krijimit të Ministrisë së Digitalizimit dhe programeve kombëtare për aftësim të plot 40.000 të rinjve kosovar, të cilët do të trajnohen në këtë fushë në mënyrë që të marrin paga të larta evropiane në një Kosovë që duhet të jetë evropiane. Që ta kuptojmë investimin në teknologji informative, në digitalizim e inteligjencë artificiale, sot është mundësia e vetme që Kosova të bëj kapërcim të madh. E kështu shkurtoj hendekun generacional që ka sot me Evropë. Ne edhe kemi ekip për këtë dhe kemi vetëm ne, kemi program për këtë e kemi vetëm ne dhe kemi mbi të gjitha vullnet për këtë gjysmë miliard euro investim për 4 vjet në sektorin e teknologjisë informative. Dhe për çdo të rinë Kosovë, dhe për çdo të rinë Kosovë, për më tepër dhe jo vetëm, për herë të parë në historinë e Kosovës, do të nisim programin e punësimit të garantuar për secilin të posa diplomuar në Kosovë. Po na dëgjuat sakt, çdo i posa diplomuar në Kosovë do të garantohet punësim për 6 muaj me pak 500 euro në muaj për 6 muajt e parë. Punësim i garantuar, pak e garantuar për secilin të posa diplomuar në Kosovë. Asnjë i diplomuar nuk do të cilët rrugëve pa mundësi e pa shpresë dhe shpresë duhet të ketë në Kosovë. Dhe teksa kujdesemi për fëmijë, për nëna, rini, teknologji, administratë e shtet, ne patjetër duhet kujdesemi edhe për shëndet. Shëndetësia e Kosovës ka nevojë për një hap të madh përpara. Një hap që kalon Kosovën nga një vend me mbijetesë shëndetësore në një shtet me shërbime për të tjerët. Sot, teksa shpenzojmë dhjetra, qindra miliona euro në shërim jashtë vendit, duhet të nisim investimin e madh shëndetësor brenda Kosovës, brenda vendit. Prandaj, ne do të krijojmë e ndërtojmë qendrën e re klinike të Kosovës, një spital modern të nivelit evropian me një investim prej gjysmë miliard euro. Një qendër e re e projektuar nga themeli për standarde të shekullit 21 që u jep dinitet njerëzve tonë dhe kushtet të denja profesionistëve të shëndetësisë. Ky do të jetë investimi më i rëndësishëm shëndetësor që ka bërë Republika e Kosovës që nga viti 1964 e deri më sot. Dhe një kohë do të vendosim sigurime shëndetësore duke bërë shëmbimin më të drejtë, më të barabartë dhe më të shëshashëm për secilën familje. Do të digitalizojmë krejt sistemin me kartela elektronike, receta elektronike dhe transparencë të plot në shërbime në mënyrë që shërbimi të jetë i shpejt, i rregullt dhe modern. Kjo është rruga që sjell shëndetësinë e Kosovës në standarde të vendeve të zhvilluara. Dhe për ta bërë sistemin plotësisht funksional, ne do të transformojmë shërbimin spitalor publik në një ndërmarrje moderne publike, të menaxhuar profesionalisht me standarde e klinike dhe protokolle evropiane, dhe ky transformim
do t'i hap Kosovës rrugën për të hyrë për herë të parë në një vend që dërgon njerëz jashtë në shërim, në një vend që merr nga jashtë njerëz për të trajtuar në Kosovë. Kemi për ty për kujdesemi për familjen, për arsimin, shëndetin, teknologjinë dhe të rinë tonë, ne kemi detyrim më të madh të zhvillojmë Kosovën, ta çojmë vendin përpara. Ta nxjerrim nga fundi i listave të Evropës dhe ta kthejmë në një ekonomi konkurruese, moderne dhe të drejtë për të gjithë. Sepse vetëm përmes zhvillimit ekonomik ka mirëqenie, vetëm përmes zhvillimit të madh ka punësim. Vetëm përmes zhvillimit ka mbetje të të rinjve tonë këtu në Kosovë. Prandaj në programin tonë kemi 5 miliardë euro buxhet dhe 5 miliardë euro investime kapitale në Republikën e Kosovës. Do të investojmë menjëherë në unazën e jashtme të kryeqytetit si projekti më i madh kapital në vend i mbetur peng nga një qeveri bllokuese populliste që dënon Prishtinën kryeqytetin e vet. Prishtinës do t'i vijë mbështetja. Prishtinës do t'i japim plot 1,5 miliardë euro investime në 4 vite për të bërë unazën e jashtme, qendrën e re sportive, mësimin tërditor, spitalin e kryeqytetit e objektet ikonike të artit, kulturës e muzikës. Kosova do të ketë një kryeqytet modern me një qeveri që shërben e nuk e bllokon. Do t'i përfundojmë të gjitha rrugat e autostradat e Kosovës, të lëna tashmë në arres. Prioritet, japim autostradës së Ana Moravës, të lënë në Lloç tash e 5 vjet. Do ta përfundojmë atë rrugë në gjysmë mandatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prioritet të plot, i japim magjistrales për në pej magjistrales së Dugaxhinit, do ta përfundojmë sa më parë. Japim prioritet magjistrales për Mitrovic, për Podëjev e për Gjakov, që qytetet tona t'jenë të lidhura një herë e mirë për një gjeneratë të tërë në mes vete e njëra me tjetrën. Do të ndërtojmë lumë që vëllon ju. Do të ndërtojmë dhe centralin e ri me gaz, që Kosova të mos blej e djeg 1 miliard euro rrymë, por ta prodhojmë rrymën vetë. Centrali me gaz amerikan mbetet prioritet. Natyrisht, se kur vjen punë të rryma, vukat përfitues humbasin treg e tregti, pare e pasuri, por Kosova fiton prodhim. Kosova nuk i djeg 250 milion euro para e tuaj për rrymë. E gati 1 miliard euro si që po i djeg tani me popullistët. As kemi importuar rrymë për këto 4 vjetë, sa që për të investonim në shëndetësi, do të kishim spitalin e ri, sistemin më të mirë në rajon. Po të investonim në arsim, fëmijët tonë e ardhmja jonë do të kishte mësim tërditor si secili fëmijë tjetër në Evropë. Po të investonim teknologji me 1 miliard euro të djegura në rrymë, trinë tonë do të merrnin baga të mlarta, paga evropiane në punën që bëjnë këtu në Republikën e Kosovës. Por të ardhmen e tyre, të fëmijëve tonë, të arsimit e shëndetësisë, e kanë djegur dhe e djegim popullistës secilën ditë në mafinë më të madhe energjetike që ka Kosova, dhe këtu ju zotohem publikisht se çdo keq përdorues i paras publike e Republikës së Kosovës do të jep përgjegjësi para shtetit, gjyqisë, gjyqtarëve e prokurorëve të Kosovës. Nuk ka shpëtim për korrupsion e për ajni. Miliard euro, investime kapitale, nuk janë vetëm shifër, nuk janë një numër, janë rrugë, e kurudha, ujësjellës, shkolla, spitale, stadiume, qendra kulturore, zona industriale, ja punë për qindra mija qytetarë, janë gjeneratat të tëra që rriten në një vend, që lëviz, që zhvillohet, që ecën përpara. Janë mbi të gjitha një ekonomi e fortë, dhe një ekonomi e fortë do thot një gjë të thjeshtë, një ekonomi e fortë do thot një mbrojtje të fortë. Sa më i lartë bruto produkti ynë kombëtar, aq më i lartë kontributi ynë për mbrojtje.
me 2% të alokuara në mbrojtje, Kosova do të vazhdojë me hapa të sigurt drejt fuqizimit plot të ushtrisë të Republikës Kosovës. Dhe në fund, krejt ky zotimi yni nuk ka kuptim nëse Kosova ecën vetë e nuk ecë drejt vendit që i takon në xhirin e plot të botës perëndimore. Rruga jonë është e qartë, Bashkimi Evropian dhe NATO si aleancë ushtarake. Pa sanksione, pa izolim, pa konflikte malat, pa aventura që na lënë vetmuar, me plot përkushtim për dërguar Kosovën në NATO dhe në Bashkim Evropian. Ne do të punojmë për të hequr masat e Kosovës, do të rikthejmë besimin e partnerëve tonë, do të zbatojmë obligimet tona ndërkombëtare, duke mbrojtur gjithmonë interesin e Kosovës. Do të punojmë që të bindim 5 vendet që ende nuk e kanë njohur Kosovën që të na njohin, dhe të punojmë që Kosova të jetë anëtare në NATO, sepse vetëm aty Kosova është e sigurt, është e mbrojtur dhe mbi gjitha është e barabartë. Prandaj të dashur qytetar, para jush, në nisjen e kësaj fushate, në nisjen e këtij rrugtimi vendimtar, ju them, kjo nuk është vetëm një garë për pushtet e qeverisje, kjo është garë për drejtimin e Republikës Kosovës. Për familjet tuaja, për të rinjt tuaj, për fëmijët tuaj, për vendin tuaj dhe në të gjitha këto betejë, lidhja demokratike e Kosovës vjen me plan, vjen me vizion, vjen me rrugë të qartë, vjen me ekip profesional në rrugën e zhvillimit, stabilitetit dhe të integrimit perëndimor. Prandaj, sonte këtu nga kjo sallë, nga kjo nisje e madhe, dua t'ju drejtohem me një thirrje të thjeshtë, por vendimtare. Mos të dorëzohemi, të mos pajtohemi dhe të mos pranojmë për asnjë moment që kjo gjendje e tanishme në Kosovë të jetë fati ynë kombëtar. Sepse Kosova jonë meriton shumë më bukur se sa që ka tash. Familjet e Kosovës meritojnë shumë më shumë se sa që kanë tash. Fëmijët e Kosovës meritojnë shumë më shumë se sa çfarë kanë tash. Dhe kjo nuk është vetëm një fushat. Kjo është ftesë për të ngritur, për të bashkuar, për të kthyer të asushmëria, të matoria e të shteti dhe të vetë shpresa. Kjo është ftesë për të dalur rënjën, për të mbyllur kapitullin e krizës dhe për të hapur kapitullin e një republike që funksionon, të një shteti që respekton qytetarin, të një Kosove që ecën drejt perëndimit e jo drejt humbjes. Dhe në këtë moment, lejoni t'i falenderoj nga zemra dy partnerët tonë që tani në këtë listë bëjnë garën bashkë me ne. Falenderoj Partinë e Drejtësisë dhe Aleancën Kosova e Re. LDK-ja ju pret në shtëpinë tonë, barabartë si të gjithë në një vizion të përbashkët, pa qifat e ju este mbara. Dhe sonte e nisim këtë rrugtim së bashku, me 28 dhjetor do të avullosim fitoren së bashku. A ditë, se cili qytetar i Kosovës do të ketë në dorë vetëm një fletë. Mund të duket e vogël, një copë letre e thjeshtë, por aty brenda është e shkruar e ardhmja e këtij vendi, dhe e ardhmja e këtij vendi ka 3 numra, 1, 2, 1, 2, 3 dhe lidhjen demokratike të Kosovës, shpresën e parë dhe të fundit të Republikës Kosovës. Prandaj, angazhoni të gjithë, mes fjalëve të thata dhe punës së vërtet, zgjellni punën e vërtet, mes izolimit e aleancave, zgjellni aleancën, mes errësirës dhe dritën, zgjellni gjithmonë dritën dhe shpresën, zgjellni lidhjen demokratike të Kosovës. Prandaj, ju ftoj, ju kërkoj të zgjellni shpresën, të zgjellni shtetin, të zgjellni Kosovën, të zgjellni lidhjen demokratike të Kosovës dhe kandidatët tonë nga 1 deri në 110. Ju faleminderit gjithëve, Zoti e bekov Kosovën. Ju faleminderit nga zemra. Tani, më lejoni që në nderin më të madh, kam edhe një 40 minuta tjerë fjalim,
Të prezentoj listën e lidhjes demokratike të Kosovës, asaj që i pri unë me plot përgjegjësi dhe kënaqësi e juve t'ju ftoj në duart rokitje për secilin prej tyre. Me numër 110 vjen aktivisti i palodhur, shembull i angazhimit rinor dhe i përgjegjësisë politike, një djalë i ri me energji, guxim dhe përkushtim që jo vetëm se pranon të renditët i fundit listë, por si i ri që është kujdestaron me dignitet listën e LDK-s me numër 110 Paris Guri. Me numër 109 vjen një kandidate shkëlqyeshme nga Prizreni me përvojë në mësimdhënie me rrënjë të thella të djatha në frymën rrugoviane, një zë i qetë por i qëndrueshëm i arsimit dhe angazhimit qytetar me numër 109 Yasemin Horosani Bujari. Me numër 110 vjen mësimdhënësja nga Prishtina dhe zëvendësituresha shkollës Meto Baraktari, një profesioniste përkushtuar arsimit publik dhe e formimit të brezave të rinj, me numër 108 Nafije Rusinovci. Me numër 107 vjen ndërmarrësi i njohur dhe partneri ynë i koalicionit nga AKR, një njeri i ekonomisë reale dhe i kontributit konkret, përfaqësuesi i sipërmarrjes dhe i bashkëpunimit politik me përgjegjësi, me numër 107 Gafur Ibrahimi. Me numër 106 vjen nga Kamenica juristi, veprimtar i përkushtuar në jetën publike dhe në çështjet e interesit qytetar, një profil serioz, ligjor dhe i angazhuar për shtetin e së drejtës, me numrin 106 vjen Agim Kasrati. Me numër 105 vjen njohësa arsimit dhe me mbi 10 vite përvojë në Suedi, gruaja që u kthye në Kosovë për kontribuar në vendin e vet, numër 105 Sevdia Abazi. Me numër 104 vjen ekonomisti nga Mitrovica, një profil i dashur e profesional me formim ekonomik, me numër 104 Roni Kozman. Me numër 103 vjen majori me gradë në fushën e mbrojtjes, profesionist i sigurisë dhe i menaxhimit të emergjencave, një figurë e disiplinës, përgjegjësisë dhe shërbimit ndaj atdhejut, me numër 103 Muharrem Aslani. Me numër 102 vjen profesionista shëndetësore nga Gjakova, mbështetëse e madhe personave dhe fëmijëve me nevojë të veçanta, një zë human, empatik dhe i përkushtuar në shërbim të komunitetit, me numër 102 Dafina Zeka. Me numër 101 vjen juristi me përvojë në administratën publike nga Gjakova, një njohës institucioneve dhe i funksionimit shtetit ligjor, Ilir Fetahu numër 101. Me numër 100 vjen doktori i njohur i Prishtinës, ish drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe asambleisti më i votuar në kryeqytet, me numër 100 Bujar Gashi. Numër 99 vjen profesoresha gjuhës angleze nga Gjelani, asambleiste për 3 mandate dhe aktiviste e palodhur e LDK-s, me numër 99 Afrodita Balaj Ajdini. Me numër 98 vjen kardiologu i njohur nga Gjelani, ish drejtori i Spitalit Gjelanit, një profesionist me autoritet mjekësor dhe përvojë menaxheriale në shëndetësi, me numër 98 Besim Guda. Me numër 97 vjen eksperti i politikave sociale me përvojë të gjatë në fushën e shërbimeve sociale, një profil i ndjeshëm ndaj shtresave në nevojë dhe politikave gjithëpërfshirëse, me numër 97 Vebi Mujku. Me numër 96 vjen arsimtarja gjuhës angleze nga Dragashi, përfaqësuese përkushtimit në arsim dhe rolit të mësuesit në komunitet, numër 96 Esra Myrtezani. Numër 95 vjen drejtori i arsimit Dragashit, një njohës i sistemit arsimor dhe i nevojave të shkollës publike, me numër 95 Zeni Krasniqi. 94 po ashtu nga Dragashi vjen laboranti dhe asambleisti nga ky qytet, përfaqësuesi punës së ndershme dhe angazhimit lokal të vazhdueshëm, numër 94 Samidin Gjeladini. Numër 93 vjen magjistria në marrëdhënie ndërkombëtare Gjylie Ibrahimi.
Me numër 92 vjen sipërmarrësi nga Austria dhe themeluesi i kompanisë ndërtimore atje Besart Berisha. Me numër 91 vjen sipërmarrësi i suksesshëm nga Zvicra, kandidat nga Zvicra Xhavet Islami. Me numër 90 vjen një grua fuqishme, kryetare degës sonë Hante Elezit Kimete Kuka Hasallari. Numër 89 vjen inxhinieri me profesion, bashkëdhetari ynë nga Gjermania, Zymer Lulaj. Me numër 88 vjen një bashkëdhetar tjetër nga Zvicra, ndërmarrës i suksesshëm, numër 88, kryetari i degës sonë Zvicër, Ramadosh Shemini. Numër 87 vjen kandidatja nga Ravesi me master në Fakultetin Ekonomik, Hatmane Sada. Numër 86 një doktor urolog shumë i respektuar nga Kashaniku, Gjevdet Quni. Numër 85 magjistri i shkencave ekonomike, Bernard Frokaj. Numër 84 magjistra e shkencave juridike dhe administrative, Nazmije Krasniqi Jusufi. Numër 83 ish ministri i punëve të brendshme, një figurë me përvojë të lartë shtetërore dhe individuale, partneri ynë nga AKR, Bejtosh Gashi. Numër 82 vjen ekonomisti me profesion, numër 82 aktivisti palodhur Fejim Gashi. Numër 81 vjen stomatologja nga Suareka, përfaqësuese e profesionistëve të shëndetit dhe shërbimit ndaj komunitetit, Dafina Kolgesi. Me numër 80 vjen një asambleist nga Suareka, një ekonomist me profesion, i biri i ish kryetarit të Suarekës Ug Bityqi, numër 80 Flamur Bityqi. Numër 79, shkojmë në istok të doktori shkencave dhe juristi me profesion, numër 79, Besim Mulaj. Numër 78, vjen magjistria e shkencave filologjike nga Fushkosova, Majlinda Shaqiri nga Fushkosova. Numër 77, një sportist e ish futbolist nga Vitia, Lumbard Saliu. Numër 76 vjen aktivisti përkushtruar Isak Uka. Numër 75 vjen doktoresha shkencave sociale nga Vitia, Lirie Aliu. Numër 74 vjen ndërmarrës sinjor nga Vitia, Faruk Nura. Numër 73 vjen inxhinieri teknologjisë nga Vitia, Halil Musliu. Numër 72 vjen doktoresha nga Vitia, Vjollca Kadolli Halili, një profesionist e shëndetit publik, e afërt me qytetarin e Vitisë në vazhdimsi. Numër 71, një tjetër doktor nga Prizreni, Shaban Osmanaj nga Hasi. Numër 70 vjen një tjetër doktor nga Prizreni, Fadel Kryeziu me numër 70. Numër 69 vjen gazetarja e Radio Televizionit Kosovës, Hyr Tejeci Murati. Numër 68 vjen ndërmarrësi dhe ish deputeti nga Prizreni, Xhavet Uka. Numër 67 vjen veprimtari përkushtuar nga Llapi, Vezir Januzi. Numër 66 vjen ndërmarrësi nga Podujeva dhe aktivisti palodhur Qëndrim Softolli. Me numër 65 vjen ish deputeti i legjislaturës së vitit 2019, Visar Hoti. Me numër 64, doktoresha shkollës Azrenin Pej, Agime Lajqi. Me numër 63 vjen nën kryetarja Forumit Rinis dhe drejtoresha Komunës së Pejës, Djellza Berisha. Numër 62 vjen doktori nga Peja, kirurgu i njohur dhe profesionisti respektuar, Sadre Berisha.
Me numër 61 vjen nën kryetari i komunës së Pejës, përfaqësuesi i qeverisës lokale Fatmir Aslani. Numër 60 vjen veprimtari i madh i ditëve të para të lidhjes demokratike të Kosovës, një figurë jashtëzakonshme me numër 60 Fetarudi. Me numër 59 vjen kryetari i Degës së Shtimës, magjistër i doganës me profesion Kasriot Shabani me numrin 59. Me numër 58 vjen mësimdhënësja nga Prishtina, mësuese në shkollën Ganimet e Tërbeshi, Vesa Haqikadriu Berisha. Me numër 57 vjen aktivistja e re politike nga Lipjani, Anila Deliu. Me numër 56 vjen drejtori komunës së Lipjanit, një profil i qeverisës lokale dhe administrimit institucional, Latif Ramadani me numër 56. Me numër 55 vjen ish deputeti i Kuvendit Kosovës për 6 mandate, radhazi Naser Osmani. Me numër 54 vjen ligjëruesi dhe inxhinieri nga Klina, një profil i dijes teknike, Astrid Desku mba numrin 54. Me numër 53 vjen juristja me profesion me përvojë të gjatë në institucione publike, një profil serioz ligjor dhe institucional. Me numër 53 Arta Metaj Govori. Me numër 52 vjen arkitekti me profesion, ndërmarrësi nga Gjelani dhe humanisti i shuar Recep Kadriu me numër 52. Me numër 51 vjen asambleistja Prishtinës dhe aktivistja LDK-s Bes Presreshi. Me numër 50 vjen drejtori i komunës së Prishtinës, veprimtari përkushtuar i organizimit partijak dhe funksionimit institucional, pjesëtar i familjes së njohur kontributdhënëse Ertica Fadel Aliu. Me numër 49 vjen drejtori i infrastrukturës në komunën e Prishtinës, veprimtar aktiv i komunës dhe përfaqësuesi denj i punës konkrete, Sokola Volli. Me numër 48 vjen deputetja me 2 mandate dhe aktivistja pa lodhur partnerja jon nga AKR Myzejene Selmani. Me numër 47 vjen veprimtari politik dhe kontribuesi i angazhimit qytetar, po ashtu partner nga AKR-ja Ekrem Mustafa. Me numër 46 vjen kryesuesi i Kuvendit Komunal Gjakov së fundmi dhe kryetari i Degës së Gjakovës Qeta jon Shefqet Shehu me numër 46. Me numër 45 vjen opinionistja njohur, aktivistja publike, deputetja për 2 mandate, Shqipe Pandima me numër 45. Numër 44 vjen doktori dhe drejtori i shëndetësisë publike në Prishtinë, Izet Sadiku. Me numër 43 vjen njohësi i diplomacisë, integrimit evropian dhe analizës politike, Gzim Kasapolli. Me numër 42 vjen aktivistja përkushtuar me angazhim të vazhdueshëm, antarja kryesisë së LDK-s Elmire Nikçi Rexha. Me numër 41 vjen gazetari i njohur, moderatori, redaktori dhe producenti televiziv Esim Gabashi. Me numër 40 vjen ligjëruesi, profesori universitar dhe doktoranti i ekonomisë, aktivisti pandalshëm i angazhimit publik Berat Rukiqi me numër 40. Me numër 39 vjen asambleistja e Prishtinës, kryetare e forumit gruas të Degës së dytë dhe shefe e grupit asambleistëve në kryeqytet, Jeta Rafuni Hasani. Me numër 38 vjen ish sekretari i përgjithshëm, auditori i përgjithshëm dhe nënkryetari i komunës së Fushë Kosovës, njohësi më i mirë i pushtetit lokal Besnik Osmani mba numrin 38. Me numër 37 vjen veprimtari i përkushtuar me përvojë në jetën politike dhe shoqërore, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe ish kryetari i kryeqytetit me numër 37 Ismet Beqiri. Me numër 36 vjen aktivistja veprimtarja me kontribut të madh në strukturat e LDK-s nga Vushtria Rezarta Krasniqi.
Me numër 35 vjen General Majori, një nga figurat më të shuara të mbrojtjes kombëtare, ushtaraku me profesion dhe simboli përvojë strategjike në siguri, numër 35 Gzem Azrolli. Me numër 34 vjen nën kryetari i komunës së Prishtinës dhe kryetari i Degës së dytë, veprimtari i palatshëm Florian Dushi me numër 34. Me numër 33 vjen veprimtari i njohur politik dhe kontribuesi i hershëm në jetën publike nga familja Gesi, një figurë e vazhdimësisë politike, Fadel Gesi. Me numër 32 vjen aktivistja përkushtuar LDK-s, kryetaria forumit Gruas Gjelan, Valentina Bunjaku Rezhepi, deputete në disa mandate kuvendit e Kosovës. Me numër 31 vjen ish drejtori i infrastrukturës komunës së Prishtinës dhe deputeti i tanishëm Krenar Xhaferi. Me numër 30 vjen deputetja e legjislaturës së kaluar dhe aktivistja e palatshme e LDK-s, një zë i qëndrueshëm e i fuqishëm i përfaqësimit politik, numër 30 Vlora Dumoshi. Me numër 29 vjen juristi dhe aktivisti i palodhur në jetën publike dhe institucionale, nën kryetari aktual i komunës së Prishtinës, me numër 29 Shkëmb Manaj. Me numër 28 vjen aktivisti i ershëm politik dhe përfaqësuesi Brezit të ri, ish nën kryetari i komunës së Gjelanit, Arbër Ismaili. Me numër 27 vjen një deputete e shkëlqyeshme nga Llapi, Arieta Saliu Abazi mban numrin 27 në listën tonë. Me numër 26 vjen doktori zemrës nga Suareka, një profesionist i shëndetësisë me përkushtim të lartë njerëzor dhe profesional. Me numër 26 vjen Ardian Shala. Me numër 25 vjen kryetari i Degës së Prizrenit, jurist me profesion dhe deputet për 3 mandate radhësi në legislaturat e kuvendit, numër 25 Dritan Selmanaj. Me numër 24 vjen sociologja, sinonimi i kulturës në Prishtinë, e cila u bashkua LDK-s në kohët më të vështira, Sibel Halimi mban numrin 24. Me numër 23 vjen juristi dhe deputeti i 6 legislaturave, një nga njohësit më të mirë të kuvendit dhe ligjit Kosovës, ish shef i grupit parlamentar Arben Gashi. Me numër 22 vjen ligjëruesi universitar, deputeti aktiv dhe kryetari i Degës së tretë, një figurë e qëndrueshme e përfaqësimit politik, me numër 22 Alban Zogaj. Me numër 21 vjen e bia veprimtarit Enver Maloku, përfaqësuese e një trashëgimie të rëndësishme qytetare, aktiviste që nga ditët e para, antare kryesisë qendrore Dorontin Maloku, numër 21. Me numër 20 na vjen Bjeshka, siç e thërrasin shokët e luftës, një nga figurat më të shuara të mbrojtjes së sigurisë, general i luftës dhe i paqes, me numër 20 General Fadel Hadërgjonaj. Me numër 19 na vjen një inxhinier dhe ndërmarrës i njohur i teknologjisë informative, figurë e inovacionit dhe sipërmarrjes teknologjike në Kosovë, me numër 19 Ermal Sadiko. Me numër 18 vjen veprimtarja e LDK-s, inxhiniere elektronikës, tmerr i fafisë energjetike, me numër 18 Janina Ymeri. Me numër 17, dhe këtu du të bëj një prezentim të veçantë, deputeti i përhershëm i kuvendit Kosovës, nëse zgjidhet edhe një herë, kemi me vendos kategori kushtetuese brenda Kushtetutës Kosovës, Armen Zema i gjithmonë me numrin 17. Me numër 16 vjen inxhinieri dhe eksperti i energjisë, ligjërues disa vjeçar, aktivist i shoqërisë civile, kryetari i Degës së Ferizajit, numër 16 Visar Azemi. Numër 15 vjen ligjëruesja universitare, radiologja dhe redoktoresha nga ISOGU, Serbeze Kabashi Muçaj.
Me numër 14 vjen zëdhënësi i LDK-s, kryetari i Degës së 4 dhe pasardhësi i veprimtarit të madh Xhemal Mustafa, Besjan Mustafa me numër 14. Me numër 13 vjen doktori i Podojevës dhe i gjithë Kosovës, humanisti dhe një nga onkologët më të mirë që ka vendi ynë, kryetari i Degës sonë Llap, Ekrem Hyjseni mban numrin 13. Me numër 12 vjen sopranjoja profesionale dhe këngëtareja e njohur nga tash e tutje dhe aktiviste devotshme e LDK-s, Adelina Thaçi Meta mban numrin 12. Me numër 11 vjen luftëtari i Kusharës, patrioti dhe miku i Agem Ramadanit e Sali Qekajt në shërbim të qytetarëve për disa mandate, me numër 11 Xhafer Gashi. Me numrin 10 vjen i biri presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, njeriu që vazhdon traditën rugoviane, Ibrahim Rugova. Me numër 9 vjen një partner, një mjek, një doktor, ligjërues universitar, ish ministër i shëndetësisë për 2 mandate, kryetari i Partisë së Drejtësisë, numër 9, doktor Ferid Agani. Me numër 8 vjen profesoresha e Universitetit Prishtinës, doktore e shkencave politike në Universitetin Anoverit, kryetarja e Forumit Gruas, një aktiviste pandarshme Jona Lushaku Sadriu mban numrin 8. Me numër 7 vjen komandanti i luftës në betejën e Kosharës, ministri i mbrojtjes, deputeti shumë mandatësh, miku im në kryetari i LDK-s Anton Quni. Me numër 6 vjen ekonomisti, profesor universitar, ish kryeministri i Republikës Kosovës, përfaqësuesi i qasjes shtetformuese dhe institucionale, me numër 6 doktor Abdullah Hoti. Me numër 5 vjen miku im dhe bashkëpunëtari politik që nga themelimi, njeriu që ka dhënë shumë këtij vendi dhe LDK-s, nën kryetari nga Xhilani, Lut Haziri. Me numër 4 vjen politikani aktive dhe avokatja suksesshme, deputetja dhe nën kryetarja LDK-s Darsa Kica Xhelili mban numrin 4. Me numër 3 vjen profesoresha Shuar, modeli angazhimit të pastër dhe të dijshëm, profesoresha Hykmete Bajrami mban numrin 3. Me numër 2 vjen ligjëruesi universitar, intelektuali i formuar dhe veprimtari i kamotshëm i LDK-s, një prej figurave më të qëndrueshme të mendimit politik dhe institucional në vend, numër 2 akademik Kujtim Shala, shtyllë e mendimit politik të LDK-s. Një duartërkitje të madhe edhe një herë për këta 109 kandidatë të listës së LDK-s, ekip i shkëlqyshëm, i jashtëzakonshëm, i përkushtuar, i angazhuar për fitoren e madhe të LDK-s. Në këto momente, duke qenë se po futemi në këtë garë me një ekip të jashtëzakonshëm që unë kam pas, du në krah meje ta kem edhe dikë tjetër që më bën më të fort, më të qëndrueshëm e më të mbarë. E ftoj bashkëshortën time Albinën të bashkohet në skenë. Dhe të falemderit për gjithë mbështetjen e madhe që ma jep në çdo fushatë angazhim. Nënën e 2 vajzave tona Ajerës e Rozit. Pra, nga një Lumiri deri 110 te Parisi, ne jemi Lidhja Demokratike e Kosovës. 1, 2, 3 është numri ynë, ky është ekipi ynë. Zgjidh shpresën. Ju falemderit nga zemra, Zoti e bekov Kosovën.